Modeli më i shpesh që është kërkesat e klient është Tigoni, por me kthyer në Airline. Është një trend në rritje çdo ditë më shumë modifikimi i veturave. Sot jemi tek bashkëpunëtori ynë Geti Autolaker, ku do të shohim një proces të tillë nga afër. Nëse vjen në garazhin Autolaker Geti, brapa ne gjitet një vetur Tiguan, modelit është shumë i thjeshtë. Ne do të bëjmë ndryshimin e veturës për modelit vjetër, do të bëjmë në ndryshimin Airline. Cilat janë proceset në të cilat do të kaloj vetura dhe sa zgjat kjo procedurë? Procesin zakonisht na shkojmë për çmontimin e veturës. Pastaj e bëjmë përgatitjen e modifikimit me ngjyrë me krek. Pastaj shkojnë montimin e kthejmë në montim Airline. Po puna zgjat maksimum për 3 ditë dhe 4 ditë. Komplet total ndryshimi i veturës. Cilat janë veturat më të shpeshta që kjo garazh deri tani ka modifikuar? Si modifikime i kena bo zakonisht Tigonat, i kena këthi në Airline, edhe një Mercedes e kena bo E320, e kena këthi për 2016, e kena këthi 2022, e kena bo modelin AMG, po çmimet zakonisht janë për 400 dhe 1000 euro, vorë çfarë vetura është, çfarë kërkon klienti. Kërkesat më të shpeshta janë për modifikimin e Tiguanit të vitit 2018 deri në vitin 2021 dhe po ashtu facelifti i saj. Modeli më i shpesh që është kërkesat e klient është Tigoni, por me kthyer në Airline. Dhe ja, ky është rezultati i ndryshimit nga një Tiguan të thjeshtë në atë të serisë R-Line.